Nëna të mia ju përshëndes. Unë kam organizuar sot një set materniteti për çuna. Si fillim, në këtë set kam përfshirë çantën tonë më të re që akoma nuk ja kemi prezantuar. Tek seti, duke qenë se është set dimëror, kam vendosur këtë kostum të trash. Kam vendosur një batanie sërish të trash, një batanie me thurje pjesë e setit dhe një guvert e holl pambuku. Këtu kemi peshqirin e bebit 100% pambuk. Një veshje që nëse do ishte në dorën time për ta zgjedhur, do e kisha zgjedhur si veshje për ta nxjerrë bebin nga spitali. Është një veshje me thurje, por me badi pambuku brenda. Në set gjeni 2 tutina të tilla të pambukut të karamelit, të ngrohta dhe përdoren edhe në brendësi të veshjeve. 2 palë të tutave. Janë 2 badi, një kanatiere dhe një me krah të shkurtër dhe gjithashtu për të përforcuar veshje dhe 2 me të gjata. Aksesor, 2 kapuç, 2 kushore, 2 palë të çorapeve dhe 3 palë doreza. Një nap e tillë fanellat dhe një tjetër e pambukut. 10 peceta pambuku për të pastruar fytyrën. Një set me biberon 00 antikolik dhe me çuçin e vet. Nga bambu, letra të lagura, krem dhe pelena. Tani unë do mundohem të sistemoj në çantë për të treguar më shumë detaje edhe rreth çantës. Çanta kishte xhepin e madh siç e thash, ka aksesor ndërruese, një portofol të vogël rip zgjatues dhe përshtatse për ta varur në karrocë. Vendosa napat, napën e fanellatit, të pambukut, pecetat dhe aksesorët në xhepat ansor. Në fund të çantës unë kam vendosur të gjitha veshjet, por ju nëse do I keni të ndara në përqese, aq më mirë dhe për juve. Ja ku I futa të gjitha. Ky është një set 250.000 lekë.